Rikthehemi në studio për të biseduar për gjëra shumë të bukura, sepse pranë meje kam 3 të ri të jashtëzakonshëm, të cilët vijnë nga shkolla e mesme nga Kumanova Peronakov. Është me mua në studio Ergjan Gjeladini, Amar Sulejmani dhe Isra Abazi. Këta nxënës të talentuar kanë plot pasion dhe janë fitues të vendit të parë të garave të republikane të organizuara nga Asociacioni Rinori Shkollave Profesionale të Maqedonisë në revinë e modës me temën Le Secret de Madame Rococo. Mirë se erdhët të gjithë dhe faleminderit shumë që jeni në studio bashkë me mua për të ndarë gjëra shumë të bukura dhe kreative me të gjithë shikuesit. Mirë se vjen, faleminderit fillimisht për ftesën. Është shumë kënaqësi më kon këtu. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Fillimisht dua t'ja nis me se si është ndjenja që t'jeni fitues i vendit të parë në garat republikane. Do të filloja me Amarin. Ndjenja është e papërshkruar, për shembull se me munin dhe përkushtimin e shumë që e kena kriju për këtë veshje, edhe në fund normal shpërblimi u konë i papritur, edhe i merituar. Isra, për ty si ishte? Ndjenja ishte shumë e mirë, për shkak që ishte hera parë që marrim pjesë në gara republikane, edhe të shpërbleshëm në një vend të parë, ishte një ndjesi shumë e veçantë. Sigurisht edhe për ty, Eldin, ka qenë. Si e përjetove edhe ti, a ishe i lodhur edhe në fund u shpërblyet me vendin e parë? Normal, do më thonë pas këtë asoj lësie që e kemi kalu, kur e morëm vesh, do më thonë që vese e morëm vendin e parë, këtë ajo lotësi gjithqysh e morë një kuptem, abete, nuk është që, për shembull thamë, nuk e vlejti, që gjithë shka ke super. Më bëhet shumë qefi. Çfarë do të thotë për ju tema Le Secret de Madame Rococo dhe si interpretuat ju në krijimet e juaja? Të filloj me Istrën? Tema Le Secret de Madame Rococo u zgjedh fillimisht nga ne, për shkak që ishte një temë shumë, do të thonë, elegante dhe që asocion elegancën të femra, ku nxjerr në pa bukurinë e femrës dhe atë feminitetin e saj, edhe për shkak që është një temë shumë me detaje dhe shumë e rafinuar, atëherë na e zgjedhëm me mentorët tanë, zgjedhëm këtë temë. Le Secret de Madame Rococo, që në gjuhë shqipe do të thotë sekreti i zonjës Rococo. Rococo. Sa kohë u desh të përgatiteni dhe si ishte i gjithë procesi deri tek realizimi? Të filloj me ty realizimin. Procesi do të thonë prej fillim deri në fund është nevojë diku gati rreth 3 muaj. Fillimisht do më thonë, kitë punë t'jën konë të ndara, nuk është për shembull që kemi pas dhe një mosmarrëveshje, për shembull me pas frikë. Nëse mund, për shembull, nëse Isra ma ka dhënë mu një punë, bashkëpunim, nuk është që ma ka pas studën për shembull që a pe bën as pe bën. Do më thonë, bashkëpunimi o ka një pjesë që nuk na ka mungu, edhe një plus shumë i madh normal për realizimin e këtë veshjeve. Ergjan, ju keni përgatitur shumë në fakt krijime, kreacione shumë të bukura. Do të flasim pak më gjerë, mirë po cili është i preferuar yt? I preferuar për këtyve treve normal është i zive, se është pak më kreativ. Edhe, po do të flasim pastaj edhe për materialet. Për ty, Amar, si ka qenë procesi i përgatitjes? Ka qenë super, sepse ka pas, do më thonë, nxënës talentuar që kanë ditë punën, i kanë ditë këtë, do më thonë, proceset që i shkojnë. Do më thonë, nuk u konë fort zorë, u konë shumë letë. Është mirë kur punoni me një ekip kështu bashkëpunues dhe jeni të gjithë të themi afër me gjenerata, ku edhe bashkëpunimi është më i thjeshtë, më i lehtë. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha të këtij procesi? Ka qenë ndoshta pse keni punuar me orë të tëra, apo nuk e di ndonjë sfidë që e keni hasur edhe përgjatë rrugtimit? Sfida ka qenë të them të drejtën koha. Për shkak që jemi kanë shumë me një kohë shumë pak, ku nuk kemi mujtë për shembull mi nxjerrëm pa talentin ose punën që ne mujmë me bë. Po gjithashtu kanë sfide edhe për shkak që ne u dasht me punu plus për garat, dhe u dasht më angazhu edhe pak në orë mësimore, edhe në projekt, kështu që besoj që ja kemi dalë dhe u kanë procesi punës u kanë pjesa më e mirë e këtij projekti. Në total, Ergjan, sa kohë ju është dashur që të përgatisni dhe sa kreacione në fund në fakt i keni plasuar në revi? Do më thonë, thash, fillimisht është dashur 3 muaj, jo më pak, edhe as më shumë, dhe gjithsej do më thonë janë 7 prej tyre. 7 prej tyre.
Unë dua po ashtu të di se keni pasur shumë ndikim edhe nga mentorët. Personalisht unë mendoj që mentorët janë personat e duhur dhe ata personat që neve gjithmonë arsyejnë të jemi verzioni më i mirë i vetes, që nga mosha më e vogël, në fakt më e re, nga shkolla e mesme, mirë po dua që të dëgjoj nga ju për pjesën e mentorëve, profesoreshës Biondina Latifi dhe Yusra Hasani. Sa ju kanë ndihmuar në këtë proces kreativ tuajën? Profesoreshat tona janë shtytja jonë për të para. Ata kanë qenë non-stop me neve në çdo proces, prej hapin e skicimit deri tek realizimi i veshjeve. Është kënaqësi shumë kur i ki dy profesoresha që t'japin motiv non-stop, që janë shumë të mira, shumë kuptueshme, po gjithashtu edhe shumë të dashura për neve. Kështu që na kemi pas shumë kënaqësi dhe përmenda edhe më herët që procesi i punës ka qenë pjesa më e shijueshme e kësaj revjet modës që e keni kriju. E shoh që e keni me të vërtet një bashkëpunim ideal me profesoreshën brenda jush, po ashtu me mentorët të gjithë. Mirë po, si gjithmonë është shumë e bukur kur edhe ju në fakt në fund rezultoni edhe me një medalje, rezultoni edhe me të gjitha ato fitimet dhe të gjitha vendet e para që tani më keni filluar ndal nga dal që të jeni prezent edhe më shumë. Unë dua pak të kaloj edhe tek mesazhi që të një të përcjellni në fakt edhe me dizajnet tuaja. Cili do të ishte mesazhi yt ama që do të ndaje për të gjithë dhe planet në vazhdim që i ke për të ardhmen tënde? Mesazhi, domethënë, për secilin nxënës ose pa marrë parasysh moshatar temën, është puna që me vazhdu me kreacione edhe mos mu nalë kurrë, se nëse ndalet ose nuk vazhdon me kreacione, me inspirime, me sene, mujtet mos me më rrinj jetë, ama është puna që veç motiv duhet me pas edhe kreacionet vinë vetë, idejet, inspirime është shumë i thjeshtë. Për të ardhmen çfarë plane ke? Për të ardhmen ta kryejmë Po ishe vetën të themi për 5 ose 10 vite? Shumë, domethënë, kur tham është puna që e kam dërmend me kry fakultet, me i këshyrë, domethënë me qelë biznes temin, që si sene. Me çka drejtëm, domethënë. Krejt i realizon, shpresoj. Ti Yusra, si ishe kreacionet, mesazhin që keni dashur të përçoni, po ashtu edhe sigurisht për të ardhmen? Mesazhi që zgjedhëm të përcjellim tek bashkëmoshatarët tonë është që përkushtimi edhe puna gjithmonë ja vlen. Kështu që pse jo të angazhohemi pi më herët për të ardhmen tonë ose për një diçka që ne e dojmë, pse jo mos ta krijojmë. Dhe kjo është besoj që baza e çdo pune ose qëllimi që ne i dojmë. Për shkak që ne në fillim kur kena filluar me revien, ne nuk kemi filluar për vend, sepse ka qenë vetë dëshira për veç me marrë pjesë dhe me pas një eksperiencë e cila mbetet në historinë tonë të shkollës mesme. Do ta mbani mend për gjithmonë. Ti Yusra, si është të ardhmen tënde? Ke ndonjë plan pak më afatgjat? Është pyetje shumë interesante. Të them të drejtën, nuk do të flas shumë për ta, sepse Zoti e din më së miri. Mirë po do ta cek pak a shumë dëshirën time. Mua zakonisht më pëlqen arti dhe jam e ndërlidhur me artin dhe modën, ku dua ta shprehi talentin që kam. Dhe pse jo të vazhdoj ose art figurativ ose për fashion designer. Më bëhet shumë qefi dhe shpresoj që të realizosh dëshirat, mirë po gjithmonë duke e pasur ndërmend që ndoshta ndonjëherë edhe planet ndryshojnë, mirë po gjithçka që vjen mund të jetë diçka edhe më e bukur se ajo që ne kemi planifikuar. Sigurisht edhe për fund edhe ti dua të pyes pyetjen e njëjtë, mirë po edhe për të gjithë ato pasionet të ardhmes ose edhe planet që i dëshiron ti arrish xhan. Në fakt për këtë pjesë unë nuk është që bëj caktime njëjtë ose bëj plane, për arsye që mënona unë vetë personalisht domethënë nuk jam që i ndoj masak vetes barriera, për shembull që aty me arrit edhe gjithçka tjetër domethënë që aty me blloku. Jo, unë jam për shembull një person që i kam krahët e hapur për çdo lloj pune të mirë normal, që mundet me marrë njëjtë, nuk është që bëj për shembull dallime këtë punë po e bëj këtë punë jo. Mirë po normal, drejtimin që jam jo për pali dhe kom hy domethënë, normal që e shoh veten mas disa vjetëve në këtë biznes, të kësaj lëmije që jam të e vazhdu. Mirë po thashë që nuk muj me kufizu vetën kur. Kështu që
nuk i dihet kurrë. Është mirë të jesh i gjithanshëm, dhe të jesh, të themi, i mirë në shumë sfera të ndryshme, sepse është dhe shumë dyrë të tjera në fakt të hapen më vonë. Isra, unë duhet të ndalim pak të ti, tani, për të marrë pak vëmendje, se si ndjerë dhe kur u vlerësove me portretin tënd në aktivitetin i cili është realizuar me art kundër dhunës nga Ministria e Punëve të Brendshme. Si u ndjeve, si erdhi deri tek pjesëmarrja në këtë aktivitet? Pjesëmarrja ishte një pjesë shumë e mirë, ku prapë nuk kam shku për vend, e vërtet. Mirë po, eksperienca ishte shumë e mirë. Normalisht, ndjesia ishte shumë e veçantë, kur e sheh për shembull një punë tonën që vlerësohet edhe komentohet, ku do me thonë komisionen është në thellë në mendime, që për atë portret që unë e kam realizu. Zakonisht portretet mundona me bërë shumë realistike, me një mesazh për sjellës, patjetër, po këtë herë kisha portretin pak më të veçantë edhe tema ishte pak më e veçantë që tash pse jo ta pikturoj veten. Si përjetove ti temën në fakt, sepse je në një moshë mjaft të re, mirë po është një temë e cila të paktën në gjinin tonë prek pak më shumë. Si përjetove ti këtë temë? Temën të them të drejtën e përjetova shumë afër zemrës dhe e trajtova, besoj që e trajtova mirë. Si temë, desha ta bëj të qartë për publikun, që kur ta shohë dikush, për shembull, me pas qartë se çfarë kam dashur me përcjell te ai portret. Edhe besoj që ja kam arrit. Me siguri ja ke arrit, pasi që tani edhe je vlerësuar në këtë aktivitet. Na tregoni pak më shumë për shkollën tuaj, të njoftohemi pak e më shumë edhe me shkollën tuaj dhe aktivitetet që ju organizoni. Si ju ka ndihmuar shkolla që të zhvilloheni në pjesën e artit? Filloj me Amari. Për pjesën e artit edhe të shkollës, do të thonë, ka ndihmuar shumë, se për shembull njoftohesh me profesor të ri, lënë të reja, inspirime, drejtime, që ka ekstrem shumë, do më thonë. Po, unë më shumë e kam pa vetëm këtë drejtim, do më thonë, për tekstil edhe dizajn, edhe më ka pëlqyer si drejtim, edhe thash pse jo mos me vazhdu. Je maturant, Amar, nëse s'gabohem. Si ma në mend këto 4 vite? Shumë të mira, do më thonë, kam mësu shumë, e moj mend që, do më thonë, i kam kalu momentet më të mira me shok që, do më thonë, me profesor, do më thonë, me gara, me sene, dhe do më thonë... Ke qenë edhe aktiv, mi po ke pasur edhe themi një jetë shoqërore mjaft mirë. Dhe më bëjë shumë qefi sepse vitet e shkollës së mesme janë vite që asnjëherë nuk harrohen. Ndonjëherë e harron pjesën e themi shkollës së lartë fakultetit, mirë po vitet e shkollës së mesme janë ato vitet me të vërtet të arta. Po ashtu edhe për ty, Isra, si kanë qenë këto vite? Në fakt je vetëm viti 2, je në mes të themi kështu, mirë po si është shkolla, si interpreton ti shkollën Peronakov, po ashtu në zhvillimin tënd artistik? Patjetër që do të them atë që është, shkolla jonë ofron shumë kushte të mira. Edhe kjo është arsyeja sepse unë kam shku aty. Ma kanë dhënë shumë mundësinë për me përparu, gjithashtu edhe me shku të para me talentin tem, normalisht edhe me zhvillu, pse jo. Mirë po, një pjesë shumë mirë është sepse në për shkolla mungon, do me thonë, kuadri, mungon për shembull ambienti, mungon shumë pjesë të gjona që elementare që neve patjetër na duhen. Dhe ne si shkolli kemi krejt kuadrin dhe kushtet, dhe kjo shumë na mundson për zhvillimin. Si për shembull ne kemi kabinetet tona profesionale, do me thonë dizajnin edhe tekstilit, kemi maqina për qepje, do me thonë i kemi kushtet që realisht janë shumë të nevojshme për neve, për në zhvillim. Edhe kjo na ka ndihmuar shumë, po edhe në pjesën e artit, edhe në pjesën e aktiviteteve, në përgjithësi, është një shkollë veçanërisht shumë e mirë. Bëjt shumë qefi. Erxhan, ti si përjeton edhe ti je viti i 2 nëse nuk gabohem, po si ka ardhur deri tek të vendosësh që të vazhdosh pikërisht shkollën e mesme në këtë shkollë? Është shumë interesant se që ceka unë një kohë, domethënë pri fëmijë një person që nuk kam kërkuar diçka specifike, unë koni gjithanshëm. Në momenti që e kam përzgjedhur domethënë këtë lëmi, u kon në fund të klasës 9, domethënë kur vetë e kryeta si me maturën. Isha në më dyshë domethënë për zgjedhjen e një drejtimi për shembull adekuat që për një me unë flesh shpirtin ta. Edhe kur e mora vesh domethënë që kjo lëmi vetë se ishte tek ne domethënë aty në Kumanov, thash, okay, kjo kanë ajo që
Po vazhdoj që unë ta. Mund ta gjej vetën. Po, mund ta gjej vetën. Edhe po, kurse sa i përket domethënë shkollës edhe për krahja normal që shkolla është institucioni i parë që na ka dhënë për krahje si për projekte, si për sene tjera. Mirë po, sa i përket domethënë që sa më ka bo mu për shembull me u rrit ose me u zhvillu, mendoj që është akoma herët me përmenjë se jam akoma, po, jam viti 2, edhe normal që kam pas më shumë lënë teorike se sa praktike, kështu që besoj që periudha kohore ma adekuate për me dhënë këtë përgjigje kish më kohë në fund të vitit 3. E unë ju pres në fund të vitit të 3 dhe në fund të vitit të 4 do t'ju pres në studio me siguri. Të flasim pak edhe për kreacione, pasi që i kemi këtu në studio, 3 nga të gjitha që ju keni në fakt krijuar. Unë do të ndalim pikërisht njëherë tek kjo xhaket, nëse nuk gabohem, mos të flas diçka që nuk di, dhe që është e pikturuar po ashtu me ngjyra pra në tekstil. Besoj që po e bëj një prezantim të denj. Më shpjegoni pak si keni ndarë detyrat, kush e ka bë pikturën, si është përzgjedh materiale, diçka më shumë më tregoni? Prej te procesi i parë, deri te zgjidhja e materialet, deri tek qepja, tek përpunime, tek dekorime, po edhe tek pikturime, kemi qenë domethënë asnjë veshje nuk është si them personale, po. Të gjithë kemi bashkëpunu. Domethënë çdo punë është e secilit. Në çdo veshje ka ato detajet prekse që janë të secilit, për shembull, qepja është e amaret, me erxhanin, kurse dekorime edhe vizatime janë punë e jemja. Kurime dhe të pjesa e këtij fustanit të gjelbër të themi kështu, pak e kaltërt, është pak një mix i një ngjyre shumë të veçantë. Po ashtu kemi edhe këto perla të cilat e bëjnë shumë të veçantë. Mirë po mua më pëlqen shumë pjesa e qepjes, dua ta them këtë dhe ta potencoj, ndoshta edhe nuk shihet shumë bukur nga kamerat tona, mirë po pjesa e korsetit është domethënë i punuar në mënyrë perfekte. Më tregoni pak se si keni arrit deri te ky perfekcion në fakt qepjen. Sa vite është dashur punë në fakt që të arrihet deri te kjo mënyrë qepjes? Po vite duhen shumë, normal, po unë pak edhe mendimin e prindve se domethënë i kam thënë të slami, domethënë për tekstil. Shumë bukur. Po është një sens që i bëhet, normal, që sicili nëse e ka një qëllim me bë një korset ose një sak ose diçka, mujtet lehtë me bë. Po kjo domethënë u dashur edhe me bë domethënë mënyrë profesionale që domethënë se kjo është puna për më shumë, domethënë, po edhe mendimin e mentorëve, shoqër e kena bë, domethënë ka arrit deri këtë. Me të vërtet është shumë unike dhe është me të vërtet e krijuar në mënyrë profesionale. Nuk do të mendoj asnjëherë që është krijuar nga nxënës të shkollës së mesme. Është me të vërtet një kreacion mjaft i bukur. Erxhani do të ma shpjegon kreacionin e tij për të preferuar, i cili është i ziu, materialet që janë përdorur dhe gjithçka që gjatë rrugtimit të krijimit të këtij fustani jeni inspiruar. Si ka ardhur deri te kjo? Domethënë është shumë interesant se çdo veshje që kemi bërë, që e thash, domethënë e kemi bërë me bashkëpunim shumë të madh. Tash për pjesën e materialeve, siç po shihet, është përdorur saten i zi, pak i ndryshëm normal. Pjesa e kapelës domethënë është e gjitha handmade. E kemi bërë me dorë, pjesën e perlave, të tylit, gjitha. Pjesën e bustit këtu në altë është prapë e bëme me dorë, ka shumë sene domethënë që e bëjnë. Domethënë është një fustan i thjeshtë nëse e sheh me detaje, mirë po është një e thjeshtë për shembull që pëlqen, po jo një e thjeshtë që e kemi na një shprehje bajatavë është po është një e thjeshtë domethënë që ta mbush synin. Edhe kjo domethënë është ajo që na kemi dashur me arritë dhe po besoj që deri diku është arrit me sukses. Me të vërtetë është mjaft e bukur edhe pjesa e korsetit që përmenda është një qepje që me të vërtetë nga syri është që është i punuar në mënyrë shumë profesionale. Tani dua të kaloj pak a shumë tek dizajnerët tuaj të preferuar, nga inspiroheni ju, si keni ardhur deri tek të themi ideja që doni t'i realizoni në të ardhmen, amar cili do të ishte dizajneri apo dizajneri që gjithmonë të ka frymëzuar dhe ndoshta pse jo e ke edhe si inspirim për vazhdim? Prej dizajnerëve ka domethënë shumë dizajnerë edhe në brende, po më shumë që më inspirojnë është domethënë Louis Vuittoni edhe Prada domethënë. Që i pëlqejnë më shumë të edhe dizajnerët që i kanë bërë ato domethënë koleksioni janë perfekt.
Atë e gjen veten më shumë. Po, normal. Po ka edhe shumë më shumë tjerë dizajner, po ne kam gjetë veten më shumë të këta dy. Dhe nuk pas ke gabuar fare. E pas ke zgjedhur më të mirët, kështu mund të them. Isra, po ashtu edhe për ty pyetja e njëjtë? Si e ceka edhe më herët, unë ikim më shumë nga stili klasik, dhe normal, dizajnerja ime më e preferuar është Coco Chanel. Coco Chanel, Do të thonë, Chanel më pëlqen si firmë, dhe më pëlqen kreacionet e saj. Për këtë arsye, e kam zgjedhur edhe temën klasike, kemi zgjedhur të gjithë në fakt. Jeni gjetur të gjithë me një stil të përbashkët, të periudhës së rokokos. Po ashtu edhe për ty Erxhan, për cilin stil më shumë je? Për te i do më thonë brendeve që i cek, më vlen të ceket edhe Valdrin Sajiti, që i kemi do më thonë Tonin, i cili do më thonë ka një stil që unë e shoh vetën shumë taj stil, është një stil normal, më varet se për çka, do më thonë gjithmonë varet se për çka duhet një fustan apo një veshje, mirë po në përgjithësi ka një stil shumë të pastër që mund është me vrejt për shembull punën e mirë edhe punën e keqe e krejt do më thonë, edhe po, vlen të ceket do më thonë që është një ndër njerëzit që më frymëzojnë për më tej. E kemi Valdrinin në pikërisht të themi shqiptar dhe krenohemi me të, mirë po edhe është me të vërtet, mund të themi një brand botëror, që tash më bëj shumë qefi që edhe bota po mund ta sheh edhe krijimtarinë e tij dhe po, me të vërtet është një dizajnator mjaft i suksesshëm dhe profesional. Unë dua, pasi që jemi edhe në minutat e fundit, na tregoni pak më shumë edhe për nëse keni ndonjë aktivitet të radhës, mirë po edhe për të gjithë mesazhin që do të ndanit me të gjithë ata që ndoshta e duan shumë dizajnin, mirë po e kanë ndonjë të themi kështu frik apo si të në fakt depërtojnë në një treg i cili është mjaft i dendur, pra kemi dizajner të shumt, mirë po si gjithmonë secili është i veçantë, secili e ka të themi siç themi ne fatin e tij, mirë po edhe gjithmonë stili i veçantë i çdo dizajnatori e bën çdo klient për vete. Cili do të ishte mesazhi juaj që do doni të ndanit me të gjithë ata bashkëmoshatar? Fillojmë nga Mari këta. Do më thonë, mesazhi është që nëse jeni, do më thonë, të inspiruar dhe nëse keni kreacione, edhe do më thonë talent për dizajn, art, që do qoftë, është punë e mos mutut, do më thonë, shkoni në drejtim se për shembull ka profesor të përshtatshëm për atë drejtim që t'ju ndihmojnë edhe shumë ju shtim në jetë që me arrit diçka që ndoshta ju nuk e paramendoni që keni me arrit aty, ama arrin shumë shpejt. Do më thonë, për 4 vjet shkollë, kështu kalojnë shpejt si drejtim, edhe si shkolla edhe si ketë, po shumë sojnë. Do më thonë, për 4 vite mujtosh me dalë perfekt. Tani kur i shoh edhe kreacionet, të besoj çdo fjalë që e thua, marr me të vërtetë sepse për 4 vite një punim dhe materiale shumë profesionale po shohim këtu në studio dhe jam shumë e sigurt që ti do ta kesh një rrugtim mjaft, një krijimtari mjaft të pasur dhe jam shumë e sigurt që do të kesh shumë suksese në të ardhmen. Po ashtu edhe për ty Isra, cili do të ishte mesazhi? Mesazhi për mua është që secili nxënës apo fëmijë të them, çdo herë duhet të përcjellim shpirtin tonë, sepse gjithçka fillon prej atje. Çdo sen që na fillojmë edhe me qëllime të mira, normalisht që gjithçka do të kryhet. Mirë po nëse, për shembull ne nëse marrim një punë edhe nuk e kryjmë deri në fund, nuk i rrim pas asaj pune, atëherë nuk ja vlen. Kështu që më mirë të fillojmë prej në fillim të një punës, se sa ta lajmë ato në gjys, edhe nëse nuk na pëlqen. Ti jeni gjithmonë të përmbushur me atë që punoni, sepse siç thonë, nëse punon një punë që të pëlqen, atëherë asnjëherë nuk je duke punuar, mirë po je vetëm duke e përmbushur veten me gjërat që të pëlqejnë. Erxhan, ta përmbyllën me ty këtë mesazh të bukur për të gjithë ata bashkëmoshatarët e të. Atëherë, mesazhi vetëm besoj edhe ma me vlerë, më thonë, është punimi me veten edhe me kuptu që këtë botë jo kejtë ka me na pëlqy, do me thonë, dikush ka me dash, dikush jo, dikush ka me ta pëlqy punën që ki me bo, dikush jo, do me thonë, shka do që të bësh, ti në fund ki më koni gjikumë, kështu që është mirë me bo ato që shpirti jo të ndjenë të posaçme ose ndjenë si gjë duhur, mos më ndru as pak prej fjallëve që thojnë tjerët, se nëse e kishmi bo ato, do me thonë, nuk kishmi mujtë të me arrit sen jetë. Kështu që e vetmja punë, do me thonë, që duhet me punu njëri me vetën është
sidomos mosha jonë, është punimi me veten, me kuptu veten edhe me u kon të lumtur, edhe me përqa veten për atë që e dojnë, jo me urry. Ky është një mesazh shumë i bukur edhe me të vërtetë asnjëherë nuk jemi të mjaftueshëm për askën, mirë po duhet të jemi gjithmonë të mjaftueshëm për veten. Ishte një mesazh shumë i bukur dhe unë dua t'ju falenderoj shumë sepse me të vërtetë e zbukuruat studion tonë me energjinë tuaj pozitive dhe kur të bëheni shumë të famshëm të na vini prapë në studio, ju presim ne sepse pas një pune mjaft profesionale dhe mjaft të bukur dhe shumë kreative, unë jam shumë e sigurt që rrugtimi juaj nuk do të jetë kaq të themi të stagnon këtu, mirë po do të jetë i vazhdueshëm dhe shumë i suksesshëm dhe unë ju dëshiroj shumë shëndet dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, shpresoj që edhe ju e keni shijuar këto momente të bukura që ndam edhe me nxënësit nga shkolla e mesme Peronakov, një shkollë profesionale të cilën edhe nxënësit kanë marrë pjesë në këtë garë revije, ku edhe janë fitues të kësaj gare me vendin e parë dhe jam shumë e sigurt që kjo nuk do të suksesi tyre nuk do të përfundon këtu, mirë po rrugtimi tyre vetëm se ka filluar dhe do t'i shohim shumë shpejt në të themi televizione, revija të mëdha edhe në revija pse jo edhe mbar kombëtare. Ju faleminderit shumë që ndoqët edhe ritmin e ditës së bashku sot me mua dhe me Arditën, ku ne u munduam që të sjellim temat më aktuale dhe gjërat më të bukura që kemi përgatitur. Ne si gjithmonë takohemi nga e hëna në të premten, nga ora 8 deri në orën 10 së bashku me të gjitha vajzat e ritmit të ditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.